Gjeja këto janë momentet më fani. Më thënë, jo që s'po qesh, po më ka hyp njafsh nga sikleti. Qa të thoja. Ju pëlqeu Prime sonte, unë si po pres mbaroj faktikisht, të shikoj atë pjesën që humba dhe ta komentojmë bashkë. Ju pëlqeu Prime sonte? Edhe një herë për emocionet e bukura, duke uruar patjetër 3 personat që janë në rrezik eliminimi, të hënën njëri prej tyre do të largohet, do të mësojmë se kush do të jetë, Klodi, Malbora apo Blerina. Këta janë 3 të rrezikuarit, ju uroj shumë suksese. Nëse nuk keni ndonjë gjë tjetër për shtuar, unë po ju përshëndes se ka shkuar një farore. Jo, janë midis Blerinës dhe Klodit. Kush i fitoi? Asnjëri prej jush. Asnjëri? Jo, Ku asnjëri shikën? prej jush lidhje me neglizhencën ndaj kafshëve, kështu që qëndroni vigjilent. Kalofshi sa më bukur sonte, po përshëndete me ju për të takuar sërish të hënën. Kalofshi mirë. Sa e bukur është bërë kjo sonë sot. Kam veshur shumë bukur. Kush e ka veshur, ka vesh mam. Lidhur paksa me Ju pëlqeu sonte soni? Ato që e keni. Ore, ju pëlqejnë si qift Presoj që Ola me dasma këtë Adionin? kaluar sa më mirë, au knaqët? Që shi vjen qaravesh, Ja, mos jeni qaravesh fare. Au knaqët? Po, ja, më Bona. bëj zemra. se në kështu këna. Shumë Ju pëlqen si ekstrem. qift? Keni qenë Po jo. Arbano duke u rruar vetëm që ka buxhet. probleme teknike, se këto probleme nuk i kishën Big Brother, sigurisht. Kishte shkuar. Por u rren veten sepse kjo pyet gjëra, ato përgjigjen me 40 sekonda me vonesë, Arbano mundohet të catch up muhabetin. Hëna në orën 21. Natën e mirë të gjithëve, kalofshi bukur. Natën. Një sekondë stopova sepse ka copyright i gjëra man me këngët budalliqet e këtyre. Mbaroi. E bukur ishte. Natën e mirë për ato që duan të flënë, sepse shkoi ora 2:12, më thonë të thy rekordet e topit këto. Dhe të tjerët që duan të vazhdojnë të komentojnë me mua momentin që unë humba, pra Vanessa, Indrit, Malbora, le të rrinë këtu, stay tuned, se unë do vazhdoj, do ta kredhi një herë, dhe do ta shikoj nga fillimi. Ti do më thosh një punë tjetër, s'ke kam, pa fund punë, do të zgjojmë që në 7 mëngjesit, but, do ta lëm pa komentuar.